Statusi tjetër, po. As e martume, unë më folë nështë në emër shoqënisë. Mu personalisht po flasë në aspektin e eksperiencës personale, më ka ndodhë shoqet, momentit që kam bo frerë, më kanë arru e lemu kur jem fillojën martu. Dhe më thonë, unë kom po ndryshime ma shumë prej gjinis femërore se prej gjinis mashkullore. Do të që ka ndojnë partneri, po veç... Se ka kalu prioritet dikush tjetër. Pa, jo prioritet është në rregull, po ti me arru një shoqe që ty t'ka këshyrë si kur më të pas motër, nuk është nevoja. Se ti mosh me dalë pak të njerë një javë, të nësë po thëmë gjithë ditë. A mu jo ta shë bune një frerë ose një burë, me arru një shoqe që nështë edhe në tardë mund të me konë kraj djathë për ty. Se dura për ki dorë gjithmonë ka nevoj. Një burë nuk o gjithë shka. Po, një burë nuk o gjithë shka. Nëse u dashuruja ka marrë me dashnia. Nuk do të me arru familje, nuk do të me arru shoqnin, kolegët ose kolegët, ose njerë që të kanë bu mirë. Mu shoqe jam, 8 vjetë ka nejtë me mu, dhe më thonë momentit që u feju u martu, unë e ma korë prej asoj dite, as një kafe së kom bime ta. S'pas ka qenë shoqe me 8. Po, amo 8 vjetë ka nejtë 24-7 me mu, ka 6 uri ka bu, i ka ndohë, që me thonë kryt një astak me mu e ka qitë. Po ka pas kohë. Për me relaksu pak ma betit. Ndryshimet ma shumë i kom pa prej femnave, jo prej meshkëve. Na që jemi e shkurta pa martu është sikur kjo pjesa e futbollit, kjo veç pjesën e pare ka lujta. Pjesën e dy, jo. Mos u idhna me shoqen, ves mundet, s'ka kohë. Kam vetë me vazhdu pjesën e dytë lojës. Nësi arsye të kështu shoqet heq. Unë shembull